që dëgjua dhe nga ndërkallja, për ata që janë besnik të emisionit, pjesën e parë do t'ja kushtojmë edhe kësa radhe gjeopolitikës, me gjithse kemi hyrë në fushat elektorale. Kemi hyrë në një fushat zgjedhore cila kulmon me zgjedhjet e 11 majit, mirë po ambienti, atmosfera në të cilin kjo fushat gjendet është shumë e tensionuar, pra po flasim gjeopolitikisht. Dhe kjo ka një të mirë e një të keqe, të paktën nga një analizë përcip që po bëj tani. Keqja, po e foto nga keqja, se keqja është më interesante. E keqja është që vëmendja mbi Shqipërinë është shumë e ulët. Pra, të thuash na kanë lënë, gjithmonë më tepër të merremi me hallet, me punët tona, me organizimin ton, jemi pak më të vetmuar. Keni parë një heshtje shumë e çuditshme ambasadës amerikane, edhe ambasadorët e ndërkombëtarëve janë dërgozënë me çështjet e problemeve gjeopolitike, me tarifat i jashtëzakonshme, me situatën të armatosemi, mos armatosemi. Nga ana tjetër ka një sepse ndoshta kjo situatë do na mësojë më në fund që të mësojmë të lëmë patericat më njanë, patericat e ambasadorëve, ambasadave, dhe të mundohemi të gabojmë, kemi gabuar shumë gjanë, po të hedhim hapat tona edhe pa këto paterica. Ndoshta është ky rasti. Prandaj dhe e gjykoj që nuk mund të largohemi nga gjeopolitika, jo thjesht për faktin që kjo na krijon një kulturë të analizës gjeopolitike edhe në analizën e brendshme të politikës tonë, por edhe për faktin që të kuptojmë, të orientohemi dhe të interpretojmë dhe të dekriptojmë shumë ngjarje dhe episode të jetës tonë të përditshme nga këndvështrimi i makrosferës, pra do thonë i ngjarjeve planetare. Atë lidhet drejt për drejt me ndërkalljen që sapo dhamë. Situata shumë e tensionuar. Trumpi është një ngërç, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ngërçi është sepse nga njëra anë kërkon të demonstrojë America First, pra Amerika është e para, dhe ai është presidenti i të parës, duke bërë, po themi, duke filluar një luftë tregtare, e cila i shkatërroi bursat për një kohë rekord. Pastaj e ngriu luftën tregtare, u kthye mbrapsht, e shtyu për 90 ditë, pra për 3 muaj. Bursat reaguan pozitivisht. Nga ana tjetër ka dhënë premtimin që për 2 ditë, 3 ditë, një javë do kryej paqen në Ukrainë. Paqen në Ukrainë, vetëm që nuk është afër, por gjithmonë më tepër Putini po shfrytëzon rastin dhe po bombardon qytete dhe njëkohësisht edhe ana e Ukrainës si mbrojtja e tyre, pra lufta vazhdon. Nga ana tjetër në Gazë situata në lindjen e mesme pra është prapë shumë e tensionuar dhe për më tepër fronti me Iranin ngelet ende i hapur, pra është tensioni është në kulmin e vet. Në këtë kontekst Trump del me një deklarat të padëgjuar, thotë që ne kemi disa armë sekrete që të cilat siç e ka i zakon, në kohën e dur do bëhen të ditura për gjithë njerëzimin. Armë shkatrimtare, të cilat dhe le të nënkuptoj që mund t'i përdorë.